Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABS-n e mëngjesit në këtë të mërkurë të datës 21 janar. Mirëmëngjes, Fabi. Ore, koleg, shiu. Po ti nuk the kështu shiu madh. Nuk the kështu shiu. Po pse shiu madh është ky? Po. Nëse ju ankoheni nga ky shiu madh, ta shikoni shiun e madh të dielën. Atë dielën. Po nesër? Nesër shi dhe më i vogël se. Edhe më i vogël se sot. Po sot çu do më ka shtruar, nuk e lëviz fare. Koleg, nuk dua të ja premtime. Po. Ti e di që unë i mbaj premtimet, por nuk do ketë një farë stabiliteti. Kur? Mund mos dal dielli, por shi nuk do të bjerë mbas dite. Mbas dite. Na duhet tani para dite. Se, që do të Do të bëjmë një shëtitje, për shembull, dorë për dorë me Fabin. Mund shëtitjesh këtu në korridoret e televizionit tonë. E kuptova, është më se e qartë. Ky përveç se na gënjen, nuk na tha asnjë gjë se çfarë ndodhi me avionin e zotit Trump. Ti e morë vesh apo jo? Jo. U nis për Davos. U kthye mbrapsht një defekt elektrik në Air Force One dhe është nis me një avion tjetër sekret. Air Albania One. Air Albania One? Po. Ne do ikin në Davos dhe ndoshta kjo puna e Groenlandës zgjidhet, koleg. Për punë ditësh. Si do zgjidhet? Po vetë thaj, do gjemi zgjidhet. Do i pëlqej dhe atyre të Evropës. E, qartë. Unë mendoj që ndoshta ikim e pushtojmë ne. Groenlandën? Po, në mënyrë të beftë dhe të papritur, me luftanijet që i nisim nga porti i Shëngjinit. Po, me nëndetëse tona bërth. Po, nga Pashalimani dhe e pushtojmë ne Groenlandën. O, koleg, pëse u bëmë dhe ne faktor ndërkombëtar? Ishim mirë kur ishim kështu, në qeke? Po, pas ka pas një shprehje patër fishta, që dje lexoja gjithandej në internet, domethënë. Shqiptarët thotë në kafet Milotit tu fol për hallet e Inglizit. E bukur është, a? Është e bukur, unë e kam ditur. Është aktuale. Po. Megjithatë koha. Mot. Po, në çfarë kuptimi? Koha mot sot, mot. Po nuk është keq më burrë, dje ishte ftohtë, sot. A është keq sot? Nuk është aq ftohtë sot apo. Sot mua më duket ftohtë se kam veshur golf. Po, ti duhet të justifikosh outfitin. Patjetër, e kam bler. Temperaturat janë mirë, janë 6 gradë. Të ngushëllova dje për Valentina? Ka vdekur për dje, Valentina. Po, të ngushëllova dje? Nuk më ngushëllove. Kam shumë çanta në fak, kam shumë portofole. Ta lidhi. Ky partneri i Valentinës quhet i Ve? I Ve. Ka pasur partner dhe ky. Patjetër. Që vitin 60, ka pasur vetëm një, domethënë. Gjameti është Pellaz, domethënë. I ka lënë gjë pasurinë. Gjameti. I ka lënë pasurinë. Që do pasurinë tash, kur iku gjysma më e mirë. Ata e shitën kompaninë, mos gaboj, diku nga 2000 caja për 2009, diçka 2000. $300 milion qelta. E kanë shit me humje? Nuk e di. Po pse merremi në kafet Milotit? Po nuk e di. Megjithatë ftofti i madh ka shumë ftohtë dhe në Rusi nami zgjidhur. Ajo më duket se ishte video me ato dëborat ishin kalamajt nga Maja Vallat. Jo. Po që ishte rënë dëbor deri në katin e 4. Po bie gjithmonë atje më, këtë vit nuk e di pse jemi të ndjeshëm. E di pse është i gëzuar, për të vetëm gjë që është i gëzuar në këtë periudhë kolegu është që stakon frigoriferi nga priza. Se ftohen vetë gjëra. Ftohen vetë, i mban gjithat e Parvazit, dritares. Kam gjitha mishin e Gjelit e kam. Po, gjithat. Lëri jashtë, ujnë e lenë në balkon. Ujnë e lenë dhe unë në balkon. Po, Akull? Akull, nuk kam mirë se kaq. Perimet, limonat. Limonat. Në soli babi, limonat. Mishgjelle, salon, e lë aty presh. Atletet, po. Gjupat. Po balkonin si depo, sa balkon keni? Ora fute qunin brenda burse në namë. Pse më la, ka fus brenda qunin, se po fute brenda të roba. Ta përshëndesim Stivi. Ba e përshëndesim. Takuar dje sa i mirë ishte. Faleminderit. Kjo është e vërtetë. Se kemi këtë fat. Se kemi këtë fat ne në Tiranë. Se po të jetoje Fjalavien në Dajt, mund ta kishe. Tash i mëlqin ku e çojnë ata, apo? Tani dhe ti, domethënë gjithmonë do gjesh, me Jagermeister pra ishte. Përshesh me Jagermeister? Po, pra, bimba rus. Mos e pini me qëra fjala. Mbaj mend shumë vjet përpara, domethënë 22 vjet përpara, domethënë. Bënim to kontrollet e fundit të bebit. Do vinte Hana në këtë botë. Dhe si gjithë shqiptarët, ku e vend? Doktor Halimi. Dhe kur po vinte dita e lindjes, doktor Halimi bëri një propozim. Mos je dhe ti nga ata tha që do me shku në sallë. Shkove. Unë nuk shoh dot një gjilpër, të futem në sallë.
Dhe më tregoj historinë e drejtorit policisë Tiranës që ishte futur. Po. 1, 2, 3, bëm, tok. Po. Le të kthehemi te kolegu që është doktor dhe me siguri në specializimet e tija, në praktikat ka marrë pjesë në një lindje. Koleg? Kam marrë pjesë. Kam parë lindjen e diellit. Ti je pro kështu për të qenë në sallë, shtrëgo dorë? Kam parë lindje të zonjave të tjera, të baballarëve të tjera. Pra, në momentin që sfutesh babaja ti, s'ka gjë ti, do të punonte ca kohë, do të ndihmonte rrogën. Isha specializant. Do të thënë E frikshme. Megjithatë kjo puna që burrat duhet futen në sallë, mos më duket në një trimëri e madhe. As mua, pse ti kesh aty aman sikur të mjafton gjithë ditën jashtë. Si tek rooming in. Po e kanë heqë tani. E kanë heqë. E kanë heqë, nuk qelloi sukses. Se çfarë ndodh? Kur babai është në sallë, e quan veten bashkëpunëtor dhe nuk paguan lek. Që thotë, kam dhe unë, pse du të me pagu, kur unë isha vetë që i të roqa këmbët. Vetë ginekologët i tonë, ore, ne kemi haltë, marrëm punën, nuk dorim të asistojmë dhe njërin që putet si prasë. Te kafja, thotë, edhe dalin ato mami, thotë, lindje vështirë, pozicion po dalik, që a i nëzirë lek. Bëshaka nuk marrin lek, nuk marrin lek, marrin euro. Vazhdo. Jo, të shojmë babaj që futet në saltë, në që të themi. Ajo që më godet, nuk e di se çfarë ju ashtu, është që gjithë shka ishte e kotë, koleg, kjo humbje. A i së është as babaj, babaj. Tani. Ma ku e kuptove këta gjë, ku e kuptove? Me gjë atë letë këthejmë në tradita tona, vari hejpet, përse do të futesh në sallë, rritë e klubi poshtë dhe dehusi gjithë njerëzit. Do më duke pritur lajmin që nga përgosë. Të bëjde klubin e qikë gjiro. Po, pra, të më... Si kemi lindur në Kalemajt, do më thënë, i kemi, në momentin nga kanë thënë që, hajde gëzuar dhe njërë tjetër, e këshu. Tjetër kujti del shpirti për këtë punë, apo jo? Po, pra. Se ne në fund fare, burat në gjithë këtë mesele janë artista. Po duke parë fëmijë sa të bukur dalim normal që artista jeni. Sepse ne jemi skulptorët që shfrytëzojmë magjen e gruas. Wow! Hajde metafora. Puna e ka marrë doktor Glozheni tani. Që të bëjmë? Nuk është puna jo, por fëmijët rriten, vjen një moment që rriten, dhe të kesh kujdes. Që si ke njërë, së s'kemi për... Po nuk e rritë akoma, dhe ndrejt, tu i majt jemi. O, s'nimi sa i bukur ishe. Po, përse se do ma marrë është më sy. Se ka test. Se ka test. Jo atë gjën. Ka pa undë. Në i hekur, në i gjën. Por, kur rriten fëmijët, do t'jesh i kujdesshëm, nuk mund t'i lësh vetëm në Kolegu shumë i kujdesshëm, vetëm në balkon i lë vetëm. Jo, i merë, kur e sheshin nxehen shumë nga ato 10 minuta që ndes ngrojen, i nëzjerë për jashtë që i tiftoj. Jo, kolegi, është një gjënë, nuk parandizet ngroja, ata kapen me një tjetërin. Po dritaret i mbyllit pak të... Dritaret? Dritaret i mbyllit se palek është mbyllit. Kjo është për të mirë në tyre. Kolegu po kursen që në të ardhmen t'i dërgojnë në shkollat më të mira, apo jo? Më të mira të Shqipërisë. Shqipërisë. Të Universiteti Korçës do përfundojmë duket. I Elbasanit, mo? Që të bëj stand-upin. Kur e ke, tani? Nuk ja u them. E më thua? Jo. E më thua? Jo. Mos e lëni fëmin vetëm guzhin. Ka një gjë që nuk shkon. Ka shumë gjëra që shkojnë aty. Aty ka dhe ujë të ngrohtë. Do ishte Diego, s'temra vogël. Kujdes. Tek mua jo. Kështu që nuk ka rrezik Diegi. Qartë. Me dushim pritur. Mi më pëlqen sinqeriteti, domethënë. Por, kolegu ne kemi këtu që sa herë kemi një problem për të ndarë, në mbledhjen tonë të hënës që e kemi... Është kolegu që na e zgjidh gjitha problemet. E zgjidh gjitha problemet. Për shembull, ka një zgjidhje. Koleg, çfarë duhet bëjmë kur na vrasin këpucët? Ne probleme. Të vrasin këpucët? Po. Denoncoj për vrasje të mbetur tentativë. Po, pra. Çfarë duhet bëjmë kur shkojmë në palestër dhe na dhëmbin... Bryli, me dhëmë bryli nga palestër. Kolegi, i vetë mi t'i lloj. O Ben? Të shkoj të Beni? Që do t'in studio? O Ben. Kemi fri. E qartë. Me gjitha duhet disë të ndash probleme. Ja pra, ne që dim qajmë të kolegu në e bëzidhje, gjithmonë. Po kur dhe mbeshi? O Ben? Italvit. Koleg, nuk jam komod me këtë, nuk jam rehat me këtë video, sepse pres nga ama që të na qëndis në një. Po nuk e kemi thënë ne atë? Jo, nuk është çështja për çfarë thanë.
Çështja është që ka një nivel budallalliku që ne nuk duhet ta nxjerrim televizion. Janë blogerë ata, koleg, janë influencerë. Blogerë Janë Atëherë të paguajnë taksat, sepse shteti pse u bë dhe Shqipëri me taksa. Ta shohim pastaj që do ta gjej frimën e asaj apo jo. Po nuk merren lek nga TikTok, o koleg. Unë nuk e di, unë nuk. Okej, pas pak. Ç'pas ka qenë, o zot. Si po. Alban Kraja nuk lodhet. Nuk lodhet, jo. Nuk lodhet. Dhe kësa herë është në gjurmët e Aleksandrit të Madh. Është një letër, ekziston, ai e ka parë në foto, duhet të gjetur letra origjinale. Aleksandri shkrua një letër mikut të tij. Po. Mbretit Klit të Iliris. Kliti, po. Po. Është viti 330 para Krishtit. Dhe në këtë letër ai shpjegon që pas luftës së Trojës, pellazgët, paraardhësit e tyre u ndanë në 3 mbretëri. E ka shkruajt vetë Aleksandri. E ka shkruajt vetë. 30 vjeç. Aq sa ishte. Kjo letër shpjegonte se ata janë vëllezër të një gjaku dhe të një kombi. Por ajo, po, ndjes. Koleg, deri para 1990, se ande mos marr përgjegjësi çka ka ndodhur. Nga 90-a këtej lajmi është se mbaj përgjegjësinë e blogerëve. Po vazhdon? Lajmi është se letra është e shkruar me shkronja pellazgjike e kuptueshme në shqipen e sotme. Shi. Domethënë alfabeti latin e kanë shpik shqiptarët. Dhe Albani ka një kërkesë që duhet të rikthehet ky alfabet për të studiuar nga nxënësit, nga ose të futet në shkolla. Orë shtesë për kalamajt, aman të keqen se mirë që na vinë orën 5, po na vinë 6 tash. Kaq të them për këtë. Kaq të them se do zbulojmë pas pak. Pastaj na rikthehet mjeku alternativ Hysni Dankshi, ti përmendje dhimbjen e veshit, për çfarë jemi ne këtu? Shiko, Hysni Dankshi, e di si është kjo pjesa e mjekësisë alternative, është si Valentino. Do të thënë është kuptimin shik. Jo shik, po është i përjetshëm. Si shiku. I përjetshëm. I përjetshëm. Dhimbjet e veshit, dhimbjet e gojës, a janë sinjal për ftohje këto apo të një infeksioni të mundshëm? Ku e di ti më burr? Thjesht dua të them direkt. Studio më burr, sot që kam kundër, jam kundër sot. Po. Kur duhet të shkojmë te mjeku? Asnjëherë. Unë nuk shkoj kur ke mjeku. Të tentojmë vetë me kura popullore? Por nuk jetojmë gjithë si ty më burr. Unë jetoj shumë mirë, kolegë, nuk smurem. Duket sikur jeton mirë. Nuk smurem. Të tentojmë vetë me kura popullore, apo vjen një moment që trupi nuk përballon më dhe duhet i drejtojmë mjekun? Por ajo pyetja që lind... Një pyetje që lind është kur trajtojmë veten me kura popullore, duhet të dëgjojmë muzikë popullore? Të mesme. Me pak. Shqiptare. Të Shqipërisë mesme. Kam një pyetje unë. Pse dikur... Mirë jeni përgjithësi të dy. Po shumë mirë jemi. Pse dikur, koleg, kur gjyshet tona na bënin ato përgatitjet në shtëpi, ne shëroheshim shpejt. Mosha juaj, kur keni qenë të vegjël ju, kur ju mjekonte gjyshja? Ne shëroheshim nga frika. Shërohu se të rrava që qash tamam. Edhe kjo? Qëndron, po. Si të shërim dhimbjet e fytit, e tham, inflamacionin e mishave të dhëmbëve, më shumë detaje na ndishin në pjesën e dytë. Ndërsa në pjesën e tretë kemi një aktor fantastik, i cili ka zemrën e shndërroi në një film, do të thënë një film të mrekullueshëm, ai pati rolin kryesor. Është Igli Zarka. Në fakt ka zemrën e shndërroi në një film të mrekullueshëm, Polici ka zemrës, po ju jeni ziliqar, edhe nuk e thoni. Me Iglin flet apo? Patjetër që po. Po pse flet domethënë? Po do ta torturoj kur të vi këtu. Po. 8 sekondat e tua Igli ja kthyer në makth. Domethënë mënyra se si ti tund prangat në kazerm. Sa dupla ka bërë për atë tundje. Po merret si model nga vajzat e klubit Shqiponja. Koleg, është një personazh kryesor, po është dhe një mbi të. Pra, ky gjithë filmin, kush arrestoi? Polici. Je personazh kryesor. Rikthehet shfaqja Deti Thellë Blu. Që? Si që? Po çfarë shfaqje është? Është një dramë. Me që është rikthyer, domethënë ti e ke parë. Është një dramë e regjitë Rovena Lulos dhe do jetë në skenë deri në datën 25 janar. Dhe më ishte me Olta Dakun, me Fred Trebickën, Trebickën, me Neritan Liçaj, Anila Bisha, Donald Sheu, Niada Saliasi dhe Flor Agalliu. Është dhe Igli. Është dhe Igli. Po patjetër nuk do lëm pa folur dhe për kazermën, që suksesi i tij vazhdon. Te pjesa e kazermës ne nuk do flasim, do flasi kolegu, ne do ta dëgjojmë. Por Igli e ka përjetuar dhe vetë një kazermë në realitet, ka qenë pjesë e Big Brotherit, kështu që do na tregoj pak, domethënë
Kur ka qenë Igli? Ka qenë, nuk kanë ndonjur shumë, unë ndje keq. Po, ka qenë, kanë ndonjur 15 orë. Po pse? Unë ndje keq dhe doli. Unë ndje keq. Në base, edhe të rol e ka qarë se e ka përjetuar. E marrëvesh. Një famë të tëra, do më thënë, një famë. Pas pak me Alban Krajen. Shkru dhe letra Aleksandri Madhi Maqedoni. Po, për to të shkru në kompjuter, të Po, pras. Me shkop më të gëndet e këto plakat. Brad Pitti është Aleksandri Madhi Maqedonis? Jo, nuk ka... Se unë se kam pa atë filmin. Jo, do t'a gjemë. Aji Oliver Stone. Një Troj. Jo, Troj, është tjetër. është tjetër ajo. Aleksandri Madhi është film tjetër. Troj është tjetër, aty ke Brad Pittin. Po, aty, Angelina Jolie, ishte mami... Mami, i nga tronë të filma. Ja, po i ndajmë. I ndajmë.